Faleminderit të nderuar kryetare, të nderuar deputet. Kam kënaqësinë që me gjithë shtyrdhjen që u bë, ta paraqes para jush projekt ligjin për ndarje buxhetore për vitin 2026. Të gjithë e dimë që ky projekt ligj sipas ligjit parashihej që të miratohej dhe të dorëzohej në kuvend në datën 31 tetor të vitit të kaluar, gjë që qeveria së kohë në detyrë kishte bërë. Megjithatë, në mungesë të një kuvendi funksional, por edhe në mungesë të konsenzusit më pastaj, pas konstituimit të kuvendit, ky projekt ligj nuk ishte proceduar dhe nuk ishte miratuar në mënyrë që të ishte në fuqi pra para datës 1 janar kur edhe fillon shfrytëzimi i këtij buxheti. Si rezultat i kësaj, ne kemi pasur zgjatjen buxhetore automatike, pra siç parashihet me LMFPP-n, që është për 2 muajt e parë dhe më pastaj, siç e dini, edhe ju, pra është miratuar edhe zgjatja për muajin mars. Sido që të jetë, këto zgjatje mjaftojnë vetëm për shpenzimet rrjedhëse. Sa i përket prokurimeve të reja, projekteve të reja, është e pamundur të iniciojnë procedurat pa pasur zotimin e mjeteve. E nëse alokimi është i bërë vetëm për 3 të 12-tat e vitit, pra nuk mund të zotohet komplet vitit azëm për ndonjë projekt kapital, apo për ndonjë prokurim tjetër sa i përket mallrave dhe shërbimeve për shërbime esenciale në rast se është nevoja. Prandaj, duke parë këtë situatë, duke qenë të vetëdijshëm edhe për situatën emergjente, pra që na pret sa i përket lëvizjes tutje dhe zhbllokimit të buxhetit, qoftë për nivelin qendror apo edhe për atë komunal, ne i kemi propozuar si Ministri e Financave qeverisë në mbledhjen e parë, pra si qeveri e re, që të procedojmë projekt ligjin ashtu siç ka qenë, pra duke mos reflektuar domosdoshmërisht për tash ndryshimet e nevojshme për gjitha prioritetet, por edhe për strukturën e qeverisë, por që këtë ta bëjmë në një rishikim të mëpastajm. Ndërkaq ky projekt ligj, pra është projekt ligji i cili është miratuar me 31 tetor të vitit të kaluar, ashtu siç e ka parapar ligji, pra tabelat janë të ngjashme, e vetmja gjë që ndryshon ka të bëjë me pagën e 13, pra që është parapar që jo në fund të vitit, por të bëhet në fillim të vitit, ndërkaq çështja tjetër që është parapar ka të bëjë edhe me ndryshimin apo mundësinë e ndryshimit të tabelave në ligj sa i përket dikastereve në momentin kur qeveria e miraton rregulloren e qeverisë dhe bëhet definimi apo përcaktimi i ndarjes së detyrave dhe fushveprimit të secilit prej dikastereve apo ministrive. Dhe kjo punë është lënë që të bëhet më pastaj, pra përmes nenit 11 paragrafi 5 konkretisht. Sa i përket buxhetit në fjalë, pra është një buxhet që kufiri shpenzimit është parafërsisht 4 miliard euro, apo 3 miliard 967 milion euro, ndërkaq këto shpenzime mund të ndahen, zbërthehen në kategori kësaj, pra paga dhe shtesa 980 milion euro, mallra dhe shërbime 545 milion euro, subvencione dhe transfere 1 miliard 358 milion euro, si edhe shpenzime kapitale 998.4 milion euro, apo 897 milion euro të financuara nga granti apo buxheti i rregullt, si dhe 100 milion euro të tjera të financuara nga klauzula e investimeve. Sa i përket burimit të financimeve, pra të hyrat buxhetore gjithsej janë 3.64 miliard euro, nga cilat hyrat tatimore janë 3.26 miliard euro, ndërkaq të hyrat jo tatimore janë 357 milion euro. Pjesa e mbetur pra e deficitit financohet apo është parapar të financohet qoftë përmes huamarrjes apo mënyrave të tjera siç janë grantet e përcaktuara nga donatorët dhe të ngjashme. Sa i përket këtij buxheti, pra përveç atyre inputeve që kanë dhënë secila prej organizatave buxhetore, është parapar, pra siç e thash, që edhe paga e 13 të shtohet këtu, është parapar që përvoja e punës, pra që, siç e dini, me ligjin e pagave për 15 vitet e para është 0.25% për vit, të kthehet në 0.5% në vit, pra për gjitha vitet, përfshirë edhe 15 vitet e para. Gjithashtu është parapar edhe shtyrja hyrjes në fuqi e normës progresive për tatimin e pronë, gjë për cilën pra ka pasur diskutim. Plani ka qenë që vitin e kaluar kjo gjë të bëj, pra të ndryshohej ligji në konsultim me komunat, megjithatë duke pasur parasysh, pra siç e dini që kuvendi nuk ishte funksional, një gjë e tillë u pamundsua, prandaj po e shtyjmë edhe një herë në mënyrë që këtë vit pra të kemi reflektimin e një ligji të ri ku bëhet bashkë në konsultim me komunat, marr parasysh që hyrat nga tatimi në pronë të gjitha pra u shkojnë komunave.
Gjithashtu është e parapar edhe neni që mundësën pra rearanjimin e tabelave buxhetore duke mos ndryshuar kufit, pra duke mos rritur kufit e shpenzimit, pra kufit mbesin ata që i miraton ky kuvend, krejt çfarë bëhet është rearanjimi i tabelave. Pra kjo është pak a shumë ajo çfarë përmban ligji për ndarje buxhetore apo projekt ligji për ndarje buxhetore, i cili, siç e thash edhe një herë, vjen si arsye e emergjencës në mënyrë që shteti, në mënyrë që komunat, organizatat buxhetore të kenë një buxhet dhe të mund të vazhdojnë me punën e tyre në rrjedhë normale, e ndërkohë pastaj ne si qeveri e re, por duke pas parasysh edhe komunat që kanë nevojë për një rishikim, do ta sjellim rishikimin sa më shpejt që është e mundur, potencialisht pra në muajin e ardhshëm, pasi që të ketë pasur reflektim edhe të dikastereve të qeverisë, por edhe besoj komunat kanë nevojë që ta bëjnë një gjë të tillë, marr parasysh ndryshimin e strukturës së asambleve komunale apo në disa raste edhe udhëheqjes komunale. Faleminderit. Života, otvaranju radnih mesta i jačanju lokalne ekonomije, što predstavlja ključni dimenziju inkluzivnosti ovog našeg zajedničkog budžeta, deo stanovništva te lokalne samouprave, uključujući projekte prilagođavanja, infrastrukturne projekte, zasluga i socijalnih programa, uključujući programe koji direktno škole u Dobruši, prizrenu do investicija u malih zajednica i sredina kroz infrastrukturne projekte, programe subvencija i institucionalnu podršku, povećanje podrške penzionerima, dodatke za decu, podršku svim domaćinstva, poljoprivrede i turizma, zanatstva, malih i srednjih preduzeća kroz socijalne kategorije, za mlade, za privredu, za lokalne zajednice i za 96. godinu. Poštovani kolege poslanici, zbog toga u prvom čitanju u ime multietničke poslaničke grupe izražavam